Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në magazinën informative 21 Live News. Në fillim një përmbledhje shkurtër e lajmeve. Një trup i pajetë rreth të 40-ave është gjetur pas ditën e sotme në zonën jugore të plazhit në gjirin e Lalsit në Durrës. Burime nga policia njoftojnë se në trupin e viktimës ende të pa identifikuar. Raportohet se nuk ka shenja dhune, por dyshohet se mund të jetë mbytur para disa ditësh dhe deti e ka nxjerrë në breg. Policia po punojnë për identifikimin e viktimës dhe për të ndriçuar vdekjen e tij misterioze. Nemanja Sharović, zëvendës kryetari i Partisë Serbe Radikale, ka shpalosur në mes të Prishtinës flamurin e kësaj partie me fytyrën e kreut të saj Vojislav Šešelj. Ai ka qëndruar me flamurin e hapur para kishës ortodokse serbe që gjendet në oborin e Universitetit të Prishtinës dhe foton e realizuar e ka postuar në Facebook. Në vazhdën e ulëmtimeve të saj, Open Data Albania, kësaj here ka kryer një ulëmtim lidhur me ndërmarrjet ekonomike që funksionojnë në Kosovë sipas madhësisë dhe aktivitetit ekonomik që ushtrojnë. Sipas ulëmtimit, në vitin 2013, sipas regjistrit statistikor për bizneset, rezultojnë 9.358 mikrondërmarrje, 55 ndërmarrje të vogla, 7 të mesme dhe 1 ndërmarrje e madhe. Njohës të punës së kuvendit thonë se seancën konstituive të kuvendit duhet ta therasë deputetja më e vjetër Flora Brovina. Thonë se kjo seancë mund të mbahet pas publikimit të plotë të aktgjykimit nga gjykata kushtetuese. Fisnik Korenica, nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se nëse dështon zgjedhja e kryeparlamentarit nga PDK-ja, partitë politike duhet të pajtohen për një kryesues të përkohshëm që t'i hapet rrugë zgjedhjes së qeverisë dhe më pas kryetarit të kuvendit. Për shkak të proces verbalit, për sot seanca merr fund. Ju lajmëroj për vazhdimin e seancës me shkrim të gjithëve. Kështu e mbylli seancën konstituive të 17 korrikut deputetja më e vjetër e kuvendit Flora Brovina. Por ajo do të ketë rastin të therasë seancë konstituive pas publikimit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Fisnik Korenica, nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se nëse dështon zgjedhja kandidatit të PDK-s për kryeparlamentar, kjo seancë duhet të prodhojë një kryesues të përkohshëm të kuvendit. Seancën konstituive e thret zonja Brovina, nëse vendimi i gjykatës e kthen këtë seancë në pikën kur ka përfunduar betimi i deputetëve, por zonja Brovina agjendën e asaj dite duhet që ta bëjë në pajtoshmëri të plotë me të gjithë krerët e partive politike parlamentare dhe një agjendë e tillë pastaj duhet që të votohej në kuvend në momentin e parë në mënyrë që të rilegitimohet agjenda e asaj dite dhe asaj seance konstituive. Të mund të prodhoj një kryesues të përkohshëm të tillë saqë mund të hap rrugën presidentes Republikës që shkojë tutje me mandatarën e parë dhe të dytë për formimin e qeverisë. Njohësi punës së kuvendit Albert Krasniqi nuk përjashtoi mundësinë që përfaqësuesit e partive politike të pajtohen për caktimin e seancës konstituive. Kryesuesja Brovina është ajo e cila ka të drejtën e thirrjes së vazhdimit të seancës konstituive. Për shkak se nuk bëhet fjalë për një seancë të re, nuk duhet të niset prej fillimit gjithçka, por duhet të jetë vetëm vazhdim i asaj ndërprerjes për shkak të mungesës së kurumit që e ka cilësuar edhe gjykata kushtetuese. Por nuk plashtohet mundësia që edhe përfaqësuesit e partive politike të cilat janë në kuvend të mblidhen dhe të caktojnë një datë të përshtatshme për të gjithë partitë politike dhe ajo datë jetë si seancë konstituive. Fisnik Korenica thotë se nëse dështon zgjedhja kryeparlamentarit nga PDK-ja, partitë politike duhet të pajtohen për një kryesues të përkohshëm, që t'i hapet rrugë zgjedhjes së qeverisë dhe më pas kryetarit të kuvendit. Unë besoj që partitë politike duhet që të pajtohen për një kryesues të përkohshëm, që ai të votohet në seancën konstituive në mënyrë që pastaj parlamentit i kthehet funksionalitetit dhe të shkohet tutje me procedurat për emrim të qeverisë, kurse emrin e kryetarit të kuvendit, përkatësisht kryetarit përhershëm gjatë kësaj legjislature, partitë zgjidhin pasi që të përfundojë procedura e emrimit të qeverisë. Por ta kemi një gjë të qartë, seanca konstituive nuk guxon të bllokohet nëse dështon emri i PDK-s për kryetar të kuvendit. Për njohësin e zhvillimeve politike e Bajrosh-Morina, kryetari i kuvendit duhet i takoj bllokut të partive LDK, AAK, Nisma. Kryetarin e parlamentit do ta jap partia më e madhe, kjo është Partia Demokratike. Por fakti është se Partia Demokratike nuk i ka numrat. Dhe tash
Pjesa e dytë që do duhet zhvillohet është se kush do ta zgjedh. Për mua, mendoj se kryetari në kuvendit do ta zgjedh bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe vetëvendosja, sigurisht edhe grupet minoritete, sepse këta përbëjnë shumicën parlamentare faktike në kuvendin e Kosovës. Të premten, gjykata kushtetuese njoftoi se zgjedhja e Isa Mustafës, kryetari i kuvendit, u bë në kundërshtim me kushtetutën dhe rregullorën e punës së kuvendit. Seanca konstituive e kuvendit pritet të mbahet pas publikimit të plotë të aktgjykimit nga kushtetuesja. Subjektet politike në Kosovë po presin vendimin final të gjykatës, e cila tashmë ka treguar se seanca konstituive e kuvendit është përcjell me shkelje të kushtetutës dhe se kandidati për kryetar të kuvendit duhet të propozohet nga grupi më i madh parlamentar, e që sipas gjykatës kushtetuese është ai PDK-s. Ardian Arifaj, këshilltari i kreut të PDK-s, tha se partia e tyre po presin që vendimi i kompletuar të sqarojë në detaje se kryetari i kuvendit i takon vetëm grupit më të madh parlamentar çdo herë që votohet për të. Ai tha se PDK mbetet si gjithmonë e hapur për çdo bashkëpunim me gjitha subjektet politike në gjitha mënyrat për të votuar si kryetarin e kuvendit edhe qeverinë e re. Por Avni Arifi, këshilltari i kreut të AK-s, tha se për blokun pasgjedhor LDK AK Nisma, ata shpresojnë që vendimi final i gjykatës do t'u jap mundësinë edhe atyre që të propozojnë kryeparlamentarin në rast se PDK nuk mund ta zgjedhë atë. Pjesëmarrja e serbëve në qeverinë e Kosovës në bashkërendim me qeverinë në Beograd mund të jetë jashtëzakonisht efikase për të realizuar interesat e serbëve, vlerëson Oliver Ivanović, lideri i partisë Serbia Demokracia Drejtësia, që po mbahet tash 7 muaj në paraburgim si dyshuar për krime lufte, ka dhënë një intervistë nga Burgu për të përditshme në Dnevnik, ku thotë se duke u përfshirë në qeveri, serbët kanë qasje më shumë në situatën e përgjithshme dhe kanë mundësinë të amortizojnë idetë ekstreme që janë në dëm të komunitetit serb. Siç ka thënë ai, deputetët e rinj që dolen nga lista serbska duhet të trajnohen nga Serbia për të bërë politikë sepse janë pa bagazh politik. Analisti politik Shkëlzen Maliqi ka thënë se nuk është gjë e mirë që lista serbe të jetë përcaktuese për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Ai është i bindur se një qeveri e varur plotësisht nga lista serbe nuk do të qëndronte gjatë sepse edhe PDK me vetëvendosjen do të gjenin në momentet vendimtare kritike shumë lehtë të gjuhen e përbashkët që të ndihmuar me deputetet e pakicave të tjera ose edhe ndonjë të pakënaqurin nga bloku opozitar ta rrëzojnë atë, ka thënë Maliqi. Sipas tij, bloku opozitar nuk i ka numrat cilësor dhe kualifikues për qeveri të re, por do e mos duhet të zgjedh mes alternativave të hapet ndaj PDK-s, por që patjetër do të rrezikonte unitetin e deritashëm, ose të përcaktohet për përsëritjen e zgjedhjeve ku do të garante si koalicion, duke shpresuar se mund të fitoj më shumë mandate, është shprehur Maliqi për Politico.net. Në fund të muajit tetor ose fillim të muajit nëntor pritet të organizohet konferenca e ITU-s në Seul, në cilën Kosova do të bëjë kërkesë zyrtare që të pajiset me kodin e saj telefonik. Drejtues të autoritetit të regulatorit të Kosovës kanë thënë se për shkak të mungesës së kodit telefonik operatorëve të licencuar në Kosovë u është dashur të arrijnë marrëveshje komerciale me operatorë të shteteve të tjera për shfrytëzimin e kodeve të tyre telefonike. Presidenti i Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, mori pjesë në hapjen zyrtare të punimeve të Forumit Evropian Alba, që mbahet në Austri. Në hapjen zyrtare të punimeve të Forumit Alba mbajtën fjalë Presidenti i Republikës së Austrisë, Heinz Fischer, dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Forumi Alba synon që të ndërtoj ura bashkëpunimi në Evropë dhe të promovoj paqen. Presidentja Jahjaga gjatë punimeve të forumit nesër do të marrë pjesë në panelin nga pajtimi drejt integrimit, së bashku me presidentin Nishani dhe do të mbajë një fjalë si dhe do të përgjigjet në pyetjet e pjesëmarrësve.
Gjatë ditës së nesërme, presidentja Jaga dhe presidentët e tjerë do të mbajnë fjalë për perspektiven europiane të rajonit të Ballkanit, bashkëpunimin ndërmjet vendeve të këtij rajoni si dhe paraqitjen e përbashkët të projekteve të infrastrukturës rajonale që pritet të mbështetet edhe nga BE-ja. Ndërkohë, presidentja Atifete Jahjaga zhvilloi një takim sot në Alba të Austrisë me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, zonjën Catherine Ashton, me cilën bisedoi për perspektiven europiane të Kosovës dhe rajonit, si dhe procesin e dialogut dhe të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidentja Jahjaga dhe baronesha Ashton vlerësuan rëndësinë e vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me lehtësimin e BE-s që do të ndihmojë të dyja vendet në procesin e përafrimit me BE-n dhe do t'i kontribuoj paqes dhe stabilitetit në rajon, si dhe do të lehtësoj jetën e qytetarëve të dyja vendeve. Penua e poshtme e Podujevës u përballë ditë më parë nga një erë forte e cila rrëzoi edhe shtyllat elektrike. Energjia elektrike u ndërprej për 2 ditë dhe banorët së bashku me KEC-in po angazhohen në sanimin e dëmeve. Ditë më parë, fshatin Penu të poshtme të Podujevës e përfshim një mot me erë të fuqishme që rrëzoi edhe shtyllat elektrike. Banorët intervenuan dhe me gjësendet ndryshme penguan rrezikun që ju kanoset atyre nga telat e rrymës. Pashk për shtëpisë të afër që kam që ra shtylla, jam nërë dhe kom thirrë qendrën Prishtinë, ata erdhen me njëherë intervenuan ka, e qonë ekipën i hoqën sigurisat në ndalje, kështu që thatë mu që diçka me bo, me regullu, me nreq pak, vime dhe ja ulëshojmë. Unë e thira qendrën, apet e lemrova që diçka bom, diçka një puna, mund e lëshojmë rrymën ajo, pëse jemi me për rrymë. Tha hajtë se këshyrim, ata promë të serdhen. Kjo shtyllë paraqet rrezik për fëmijë, për mahall, 2 lagje jena këtu, për dyat sjell rrezik. Plus edhe do gjallë shohin që sajde për me kullos, që kush kullos aknenaj, rrezik sa dush. Me rrymën elektrike dhe rrjetin e vjetruar, banorët e këtij fshati kanë probleme me decenje. Sipas tyre, shtyllat elektrike janë kalbur me që janë vendosur në vitet e 70-ta, kurse deri më tash nuk është ndërmarrë asgjë. Çka është edhe më e keqja, KEC-i ka 2 vjet që ka sjellur shtyllat e drurit në fshat, por nuk i ka vendosur fare. Qysh është rrezik i shtyllë, që ku është mi shtëpia? Kemi shtëpia, me bombërzun aton në aton shtëpia. Tjetra shtëpia në aton, qysh është rrezik? Kjo shtylla e re? Shtylla e re me do të se kjo. Për 2 vjetë tjetra u kalbë që në rrua. Me në 2 vjetë u kalbë, rejtoke. Pa ishtë edhe të nisit që më di këto shtylla kësajde, më në rru si kanë. Njën të kalbë na, njën rrezikojnë edhe fëmijën edhe shtëpiat dhe çdo kënd. Sa herë kemi kërkuar në ardhë me rregullu me nreq, as kur s'ka përgjegjë për ta. Qepni që 2 vjetë është arë për me nruë, nuk vje kërkut me nruë. Në KEC thonë se më të marrë lajmin për erën e fortë në këtë fshat, ekipet kanë dalën në teren dhe kanë ndërprerë energjinë elektrike, por banorët janë ndikuar nga KEC-i që të hapin gropur për vendosjen e shtyllës elektrike, kurse punëtorët e KEC-it kanë bërë vetëm lidhjen e telave elektrik. Ky fshat me vetëm 50 banorë dhe 6 shtëpi kërkon masa adekuate nga komuna dhe KEC-i për rrjetin e vjetruar elektrik. Deri në fund të këtij viti, komuna e Prishtinës pritet që të evidentojë gjitha mbindërtimet pa leje. Zyrtarët e komunës thonë se mbindërtimet janë ndërprerë dhe se ato ekzistuese kanë gjasa të legalizohen nëse kërkesat janë në përputhje me normat e ligjit për legalizim të objekteve të ndërtuara pa leje dhe udhëzimeve administrative. Mbindërtimet kanë qenë njëra ndër problemet më të mëdha urbanistike në komunën e Prishtinës. Ndonë se zyrtarët komunal paralajmërojnë fundin e shpejtë të këtij fenomeni, banorët e Prishtinës nuk janë shumë optimist dhe këtë e shohin si hap të vonuar. Atë mbindërtimet janë kry që 15 vjet. Tash nuk kanë parë njerëz që edhe tash kishin bo. Jo, s'ka tash mbindërtime, se s'kan mjete, s'kan parë, nuk kanë rregull, tash i kanë kry, tash me shkue, me kohë duftën, me marrë masa ndaj tyne, jo që tash te. S'ka kuptim, kur fa kuptimi. Ajo është, për mua është e pa pranueshme. Në komunën e Prishtinës thonë se këto mbindërtime ka gjasa të legalizohen.
Gjitha këto mbi ndërtime, pra kemi 50 kërkesa kemi marrë për legalizim, gjitha këto mbi ndërtime do trajtohen sipas ligjit. Nëse këto janë konform me ligjin, i përmbushin kërkesat, atëherë do të legalizohen. Jo, deri më tani nuk kemi pasur asnjë tentim për mbi ndërtim të ri. Përkundrazi, qytetarët kanë ardhur në komunën e Prishtinës, në drejtorinë e urbanizmit, kanë kërkuar lejen për ndërtim. Shoqëria civile nga ana tjetër i bën thirrje komunës së Prishtinës që të fokusohet edhe në problemet e tjera urbanistike siç janë komunikacioni i stërngarkuar, parkingjet dhe problemet të tjera. Kur një ndërtesë është e ndërtuar më shumë apo më lartë se siç është parapor, kjo shkakton problem edhe tek ngarkimi i rrugëve, për shkak se nuk ka parkingje të mjaftueshme. Sidomos ato ndërtesa ku janë ndërtuar parkingjet, po pastaj janë kthyer në depo, pra nuk është lejuar banorëve. Trendi i ndërtimeve në kryeqytet ka shënuar rënje në kohën e fundit, me arsyetimin se të gjithë ata që dëshirojnë të ndërtojnë duhet të nënshtrohen procedurave të legalizimit. Në Prishtinë, por edhe qendra tjera të Kosovës, barku i rritur u shihet disa policëve, kryesisht të gjeneratës së kohës së UNMIK-ut. Rekrutimi i tyre nis qysh në vitin 2011 dhe i nënshtrohen rekrutimeve sipas standardeve policore. Kolegu Batir Cakolli sjell një kronik për policët e trashë në Kosovë. Kohë më parë, më ndaluan 2 policë Kosovës në një rrugë lokale. Vetëm rripat u ambanin barkun. Të tillë ka shumë në policinë e Kosovës, por si do ta nxënë hajnin ata me këtë peshë, apo si u lejohet të punojnë në sektore me rëndësi në policinë e Kosovës. Baki Kelani na tha se gjenerata e policisë së Kosovës nga koha e UNMIK-ut ka qenë pa kriteret të standardeve evropiane të policisë. Që nga fillimi i themelimit të policisë në vitin 99 deri në vitin 2006 rekrutimi zyrtarëve policorë është bërë nga ndërkombëtarët, pra nga UNMIK-u. Rekrutimi që ka filluar pas pavarësimit të policisë së Kosovës, atëherë rekrutimi i parë është bërë që në vitin 2011, ku të gjitha janë paraparë me kriteret që ligji parashef dhe procedurat e brendshme të policisë së Kosovës. Me gjithë kujdesin dhe rregullat policore që mundohet i ruajë policia e Kosovës, shpesh mund të hasnin në policë me mbi peshë paraqitje publike. Në anën tjetër thonë se në policinë e Kosovës janë shtuar parimet dhe me ligjin e ri janë forcuar rregullat e rekrutimit të policëve dhe nuk do të ketë më emrime politike apo miqësie. Sa i përket policëve që mund të kenë mbi peshë, nuk e përjashtoj mundësinë që disa prej tyre ta kenë mirë mbi peshën, mirë po është një numër jashtëzakonisht i vogël, e atyre që mund të them kryesisht që janë pranuar në vitet e mëhershme kur është krijuar policia e Kosovës në fazë si emergjente. Mirë po dhe atëherë mund të them që kanë qenë kriteret më të lehta krahasuar me kriteret që ne aplikojmë tani. Dhe nga rekrutim mund të ketë ndonjë zyrtar policor që ta kenë mbi peshën. Mirë po duhet sqaruar që të gjithë punonjësit e policisë Kosovës në bazë të parimeve dhe procedurave të brendshme të policisë ju nënshtrohen ricertifikimit, pra për një periudhë brenda vitit, dhe të gjithë ata duhet të kalojnë fazat që i parashofin kriteret i rekrutimit dhe tani i ricertifikimit. Lufta kundër krimit kërkon edhe forcën e mendjes përveç asaj të muskujve, andaj duhet të studioni për të bërë diferencën. Por lufta kundër krimit nuk mund të bëhet edhe pas tërvitjen fizike dhe ka shumë policë që si ledh jami për të parë kpucet. Ne duam modelin e një njeriu të rregullt e të aftë në radhat e policisë së Kosovës, andaj harrojeni partitë mesht e çdo mënyrë tjetër për të futur në radhat e policisë kosovare, pasi nuk do të ketë më të tillë. DokuFest, festivalit tradicional ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër që po zhvillohet në Prizren, mbyll sot edicionin e tij të 13. I pranishëm në këtë event do të jetë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili konfirmoi pjesëmarrjen me anë të një mesazhi në rrjetin social Facebook. Sonte me kënaqësi të veçantë në mbylljen e DokuFestit në Prizren, ku edicioni i shkëlqyer i vitit u mbështet nga 2 qeverit tona, siç u zotuam, shkruan Rama në rrjetin social. Edicioni 13 i DokuFestit, festival tradicional ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër, u zhvillua në Prizren nga datat 16 deri më 24 gusht me pjesëmarrje nga 56 shtete me 237 filma të përzgjedhur nga numri rekord prej 2400 aplikimeve.
DokuFest në këtë edicion mbështetet pra edhe nga Ministria e Kulturës së Shqipërisë. Kjo mbështetje është pjesë e marrëveshjes ndërkulturore të Qeverisë së Shqipërisë dhe të Kosovës për një kalendar të përbashkët kulturor të dyja vendeve. DokuFest e nisi udhën e tij në vitin 2002 me shfaqjen e një numri të madh filmash dhe me pjesëmarrjen e një publiku të gjerë, artistësh nga rajoni dhe bota, duke shndruar qytetin historik të Prizrenit, më të madhin jugor në Kosovë pranë kufirit me Shqipërinë, në një kryeqytet filmi çdo verë. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri në një vizitë pune që ka pasur këto ditë në Gjermani ka aranjuar një takim miqësor ndërmjet veteranëve të futbollit të Kosovës dhe atyre të Gjermanisë. Takimi është parapart zhvillohet më 27 shtator, kurse detajet tjera nuk janë publikuar akoma. Përndryshe, sot janë zhvilluar 3 takime tjera të xhiros së dytë të Raiffeisen Superligës së Kosovës në futboll dhe janë arritur këto rezultate. Besa Prishtina 1-2, Trepça 89 Ferizaj 1-0 dhe Drita Vllaznimi 0-0. Dje janë zhvilluar 3 takime tjera cilat kanë përfunduar kështu: Ajvalia Lamkos Kosova 1-1, Istogu Feronikeli 0-1 dhe Drenica Trepça 2-0. Meteorologët për nesër parashojnë që mbi vendin tonë të mbajë mot kryesisht ikthjellët, temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 27 gradë Celsius. Këtë e përfundojmë magazinën informative 21 Live News. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim.